Siç e dini, drejtorisë vendore e policisë Vlorë u shkarkua 2 ditë më parë për shkak të dështimit në menaxhimin e tubimit të datës 30 maj në Zvërnec, po edhe për informacionin e pavërtet që u përçua publikisht për një qytetar që u mor forcërisht dhe u godit nga rojet e sigurisë private në Kantier. Drejtoria vendore e policisë Vlorë ka nxjerrë gjithë mësimet e dura dhe me të gjitha strukturat policore në varësi të saj duhet të identifikoj problematikat, si dhe të bëj propozimet përkatëse, qoftë për masa administrative të reja, qoftë kandidaturat të reja drejtuese në drejtori dhe komisariate sipas nevojave. Menaxhimi i strukturave, i situatave dhe problematikave nga ana drejtuesve të drejtorive dhe komisariateve në varësi, integriteti, transparenca dhe shërbimi ndaj qytetarëve janë element bazë të vlerësimit për ta, por dhe domosdoshmëri për të mos humbur besimin dhe mbështetjen e qytetarëve. I kërkoj drejtorisë vendore të policisë Vlorë që të jetë sa më e hapur, sa më aktive dhe profesionale në shërbim të qytetarëve dhe në zbatim të ligjit, dhe të mos përfaqësohet kurrësi dhe në asnjë rast para publikut me dobësinë e papranueshme të 3 ditëve më parë në Zvërnec, ku policia u shfaqe fjetur dhe jo profesionale, duke mos ndërhyrë në kohë për të parandaluar marrjen me forcë të qytetarit, apo duke mos identifikuar dhe arrestuar në kohë punonjësit që goditi me grush qytetarin, ku ajo trup në turpëron të gjithëve. Prandaj, si që jeni ndjeni, kam urdhëruar që prej mbasdites së datës 30 maj të ngrihet një grup i posaçëm hetimor, i cili do të hetojë të gjitha veprimet e kryera gjatë protestës, si dhe kam urdhëruar drejtorinë e standardeve profesionale në policinë e shtetit, e cila ka nisur menjëherë një hetim të plotë dhe thelluar disiplinor për të gjithë zinxhirin komandues të drejtorisë Vlorë. Po në funksion të nxjerrjes së përgjegjësive, në vijim të veprimeve administrative të kryera nga grupi i posaçëm i Departamentit për Sigurinë Publike për vlerësimin e zbatimit të përgjegjësive ligjore nga subjekti SHPSF Myrto Security 1-3A dhe SHPSF Major Security, rezultoi se të 2 subjektet janë konstatuar në shkelje. Për këto shkelje, mora vendimin